vjen nga Gjermania në Shqipëri për të asistuar një protest 38 ditë. Në fakt, ajo që ka përshtypje në rrjetet e sua sociale është pikërisht paralajmërimi dhe thirrja që u bëni për ligjin 21/2024, ku kërkoni shfuqizimin me çdo kusht të një ligji të tillë. Pse? Atëre, unë kam insistuar që ditën e parë për ligjin 21/2024 për arsyen se është ligji më tradhtar, do ta quaja unë, për kombin tonë. Për atë ligj që 38 ditë rresht shqiptarët po protestojnë, është pikërisht ai ligj që përsëri për 38 ditë rresht kryeministri i Shqipërisë nuk ka folur asnjë ditë apo asnjë moment të Pse i bën bisht kryeministri? Këtë nuk mund ta them, unë dua t'i bëj një thirrje publike nëse ai mendon se ky ligj është vërtet shumë i mirë për Shqipërinë, të dalë dhe ta mbrojë. Nëse ai nuk ka dot fuqinë ta mbrojë këtë ligj, atëherë ai duhet të quhet tradhtar se po i bën dëm kombit tonë. Po. Ky ligj sigurisht që nuk dëmton vetëm zvërnecin, po dëmton edhe pasuritë të tjera, ato pak pasuri që i kanë ngelur këtij vendi. Është koha që jo vetëm shqiptarët me kërkesat këtu dhe ata njerëz që kanë mundësi të dalin, por edhe ndërkombëtarët të bëjnë punën e tyre për sa i përket një kërkese të tillë. Unë kam qenë një ndaj nga organizatorët e protestës në Bruksel, para Komisionit Evropian. Unë besoj dhe unë e di qartë se Europa ka folur tashmë për këtë ligj. Parlamenti Evropian ka folur dhe ka thënë qartë se ky ligj duhet ripar, pa diskutim që ata nuk e kanë të drejtën për të vendosur anullim apo shfuqizimin, mund ta quajmë se duhet. Po që ka kërkuar një llogaridhënie për të ligj dhe pa diskutim që Edi Rama nuk e ka marrë fare në parasysh të kërkesë që ata kanë bërë. Prandaj jemi në këtë pikë ku jemi tani. A mund të kërkojmë, është legjitime kërkesa jonë për t'u antarësuar në BE duke patur veprime të tilla, duke patur, le të themi, kundërshtitë të tilla nga vetë njerëzit, nga vetë populli? Pikërisht pengesa më e madhe sot e Shqipërisë për të integruar në Bashkimin Evropian është pa diskutim ligji, por pa diskutim Edi Rama. Edi Rama sot është pengesa më e madhe që po e bën Shqipërisë për të futur dhe për të antarësuar në Bashkimin Evropian, sepse pa këtë ligj, pa anulluar apo rishikuar apo shfrytëzuar, mund ta quajmë si duash, pa u parë ky ligj 21/2024 nuk ka mbyllje të negociatave. Te kapitulli 27 e thot qartë se pa u sqaruar mirë dhe pa u vendosur një pikë mbi këtë ligj apo rishikuar, nuk mbyllen negociatat. Në momentin që nuk mbyllen dot negociatat, nuk mund të shikojmë dot integrimin në Bashkimin Evropian. Një koment për librin Albania Files? Ekspozitën, çfarë quhet ajo? Atë libër një miku im Floriani e ka kthyer përsëri mbrapa. Është një libër, unë do ta quaj qesharak, por dhe aq më shumë edhe trishtues se si e mendojnë dhe e fantazojnë Shqipërinë ata që duan ta mbajnë peng dhe ka marrë peng për 35 vjet. Ti je rritur dhe je shkolluar në një vend demokratik edhe europian, sigurisht me standarde të larta. Mendon që është një provë e pakontestueshme? Pa diskutim. Kjo është një provë, kjo është një fakt i bindshëm, do thoja unë, se si ata e shikojnë Shqipërinë, dhe kjo për mua është një gjë shumë e trishtueshme. Në SPAK, le të themi, pra në organin e akuzës që është ngritur Enkas për të luftuar krimin organizuar, edhe atë korrupsionin në nivelet larta të politikës dhe qeveridhënies, ka shumë ndërkombëtarë që vinë dhe sillin dosje, ka shumë organizma që kërkojnë të bashkëpunojnë me policinë dhe me prokurorin shqiptare. Në rastin konkret, pse nuk ka mendon që, domethënë, janë të interesuar edhe ndërkombëtarët që një çështje e tillë të jepet le të themi, të jepet legitimiteti ose të jepet e drejta për të jetuar. Të jetohet. Nuk ka rëndësi pastaj se çfarë del. Pa diskutim që dhe ndërkombëtarët dhe të gjithë fuqitë e tjera janë dakord që çdo çështje të hetohet, por duhet të kemi parasysh se çështjet e brendshme gjithmonë ndërkombëtarët janë shumë më të kujdesshëm për të dalë me një dalje publike apo për të bërë akte vërtet aktive. Ky është mendimi im për ndërkombëtarët. Tani me siguri nuk mund ta them dot, por që ata i etiketojnë këto çështje si çështje të brendshme. Çfarë i mban beson njerëzit në shesh për kaq ditë? Shpresa për një Shqipëri më të mirë. Unë ta them me siguri të plot se më besoni se ka një Shqipëri akoma më të bukur edhe pa Ramën dhe pa Berishën. Është një Shqipëri e re që do vi shumë shpejt.
Do vi shumë shpejt. Edhe sa do jemi gjallë? Pa diskutim që po, shumë shpejt. Okej. Sigurisht që ka një shpresë dhe është zgjuar, domethënë populli shqiptar është zgjuar nga koma ku kishte rënë. Duket sikur njerëzit kanë marrë më shumë guxim për të thënë atë që vërtet ju ka munguar në kaq vite. Përveç faktit të injorimit, deri diku bullizimit, edhe lënies më një anë të hallave dhe problemeve që kemi ne si kom. Qeveria shqiptare mendon për Kanye West, si të duket? Kjo është e tmerrshme, unë sot vi në qyteti Vlorës dhe dua t'ju them se Vlora sot është pa ujë. Ai shpenzon miliona euro për koncerte të ndryshme, por sot Vlora aktualisht është pa ujë. Dhe Vlorën ai e pretikon si një qytet që do ketë një turizëm elitar, por propaganda e tij po del ditë për ditë. Sot Shqipëria nuk është vetëm një popull që njihet nga mediat ndërkombëtare, që s'ka ngel media pa nxjerr lajmet e të protestës, por njihet edhe në kancelarit europiane dhe ndërkombëtare. Çfarë mendon se e pason një veprim të tillë? Veprimi i tij, nëse do flisnim për një shtet si Gjermania, nëse një kancelar gjerman do kishte bërë të njëjtat veprime se si ka bërë Edi Rama këto 13 vite, ma besoni se do kishte ikur që vitin e dytë nga pushteti dhe do kishte ndorëheqjen vet, nga presioni që do i bëj nga të gjithë fraksionet e mundshme, madje dhe brenda partisë ku ai mund të operonte. Kështu që këtu besoj që Rama nuk është pra thjesht sepse ka ndetur populli urtë, pra. Kanë qenë dhe forca të tjera që i kanë dhënë atij të drejton për të qeverisur në kaq vite. Pa diskutim. Ka zëra që thonë që Rama nuk ikën dhe do të bëhet më i fortë nga kjo protestë. Jo, këtë nuk e besoj. Rama është bërë gjë më i dobët. Rama ka qenë i dobët, është bërë më i dobët. E vetmja gjë që unë mund të them është se Rama është i kapur dhe i ka kapur shumë persona të ndryshme apo shumë pjesë të shoqërisë tonë, por që është dhe vetë i kapur. Kjo është dhe arsyeja kryesore pse Rama sot nuk ikën dot. Nuk ikën dot. E beson këtë tezën që nuk ikën dot se nuk e lën të ikë dot pa mbaruar gjërat që ka marrë përsipër për të bërë? Unë besoj se ai nuk ikën dot, dhe unë besoj përsëri se ai nuk e anullon dot apo ta shfrytëzoi dot ligjin sepse nuk e lën që ta bëj këtë gjë. Besoj se ai është në një rrugë pa kthim dhe vetë ai e di këtë gjë dhe fundi i tij do jetë vërtet shumë i hidhur sepse ka marrë drejtimin e tij. Okej, Aleksandër, do të jemi prapë këtu, unë besoj që ti do të vish sërish në Shqipëri edhe shpresoj që kërkesa jote për shfuqizimin e ligjit 21/2024 të dëgjohet nga kryeministri edhe të jepet një zgjidhje, pse jo. Po. Të mos marrë fund vetëm me një ndrim qeveria apo qeveri teknike, siç shpeshherë qeveritarët përpiqen që të bëjnë për të dalë nga illumi dhe për të vazhduar të qeverisin dhe të marrin sërish të vjetin taksat tona. Po. Okej. Faleminderit.